A mund t'imagjinoni ju ku do jemi ne pas dica vitesh me treguosin e lidhshmërisë më të ulët në botë? Ne do jemi në shkurje, mos kemi iluzion. Të bëhemi do të jemi të vërtet. Pra, rikthimi i të gjithë shqiptarëve që kanë mundësi të rikthehen nga emigracioni do të jetë kusht për të shpëtuar Shqipërinë dhe Shqipëria ka çdo mundësi për të krijuar çdo kusht atyre që të kenë sukses, të ndërtojnë ëndrrën në vendin e tyre. Një politikë demografike e veçantë do të bëhet. Çdo çift i ri do ketë një grant për çatin e tij. Me atë grant do paguaj interesat e kredis dhe në qoftë se ai bëhet me fëmijën e tretë, kredit do e paguaj shteti çdo gjë që i ka mbetur. Çdo fëmijë do ketë bonusin 70 euro fëmija i parë, 60 euro fëmija i dytë, dhe shpenzimet nga linja gjerë në 23 vjeç, fëmija i tretë. Kombi me çdo çmim duhet të kthehet në rinin e tij. Është detyrimi më madhor i çdo shqiptari. Është kushtrimi më i thellë i sotëm dhe gjitha kohërave për të rikthyer shqiptarët në rinin e tyre.